Një ditë më ftoi në apartamentin e tij në qendër të Barcelonës Xavi Hernandez, një njeri i mrekullueshëm. Më tregoi muzeun e tij që e ka në shtëpi dhe për një moment më pyeti: "Po ju, keni ndonjë fanellën time në koleksionin dhe në muzeun tuaj?" Unë i them: "Sigurisht, legjend. Po më thuaj cila është?" "Kam një të botërorit vitit 2010. Dua të themi shprehje spanjolle tani, thot, po e kursej. Dhe më tha cilën, sepse unë nuk e mbaj mend, kem dhënë ndonjë të tillë apo ta kem shkëmbyer me ndonjë futbollist." I thash jo. Nuk më ka dhënë asnjë lojtar dhe as ju, sepse në atë kohë unë nuk kisha fatin që t'ju njihja në atë kohë. Më ka dhënë një arbitër. Befasohet. Arbitri Argentinas që na gjykoi kundër Portugalisë. Eksakt, ai është. Hector Baldassi. Dhe më pyeti, e di pse ja kam dhënë atë fanell? Po unë e di, por është më e mira që ta tregoni ju. Historia është e tillë që Spanja po fitonte dhe topin e merr Xavi në ndeshje kundër Portugalisë dhe bën një nga ato veprimet e tij spektakolare sa majtas djathtas, pastaj driblon dhe ja pason Iniestës dhe dëgjon nga prapa një shprehje: "Bo, djalosh, ti je një fenomen, ti je një gjeni." Xavi mbetet i befasuar dhe kthehet mbrapa sepse zëri i gulloi i çuditshëm. Nuk ishte as portugez as spanjoll. E pa edhe e kuptoi menjëherë që ishte arbitri i ndeshjes. Dhe unë e pyet arbitrin kur e takova: "Si mund t'ja thoshe diçka të tillë një lojtari gjatë lojës?" Më tha: "Marcelo, spanjollët kishin gjithkohës që thoshin arbitri, bën impresion tek unë. Por ajo që pash në fush ishte një mrekulli, ishte një aksion spektakolar dhe kjo shprehje më doli nga shpirti." Pastaj Xavi më pa seriozisht për një moment edhe unë ngela. Do e vazhdoj aksionin sikur nuk kishte ndodhur asgjë, më erdhi turp nga ajo që i thash. Pastaj në minutën e 95 Portugalia po sulmonte pafund, edhe përpara më vjen arbitri, edhe unë i them: Vërshëlle drejtë e mori, vërshëlle, kjo ndeshje ka përfunduar. Pse nuk e mbyll këtu?" Arbitri me elegancë më është i vendosur kështu. Edhe unë ndërkohë që i thosha: "Po vërshëlle, mbyll këtë ndeshje, pse nuk e mbyll?" Dhe ai më tha që po nëse vërshëllej, do të më japësh fanellën? Po sigurisht.